Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në Larushk poshtë, aty ku kam pasur disa telefonata nga banorët në raport me rrugët e pashtruara. Disa rrugë në Larushkun poshtë janë shtruar dhe disa tjera nuk janë shtruar. Siç është edhe rruga këtu, kjo në të gjithë gjatësinë e saj vazhdon në këtë lloj forme. Unë jam fokusuar te ky kryqëzim, ndërkohë pas shpinës time këtej është rruga kryesore, deri aty përfundon asfalti dhe pjesa këtej e rrugës ku banojnë disa banorë dhe janë disa shtëpi është në këtë lloj gjendje. Keni parasysh diçka, ajo që më thon banorët është që disa janë trajtuar si të nënës dhe disa si të njerëzës. Janë shtruar disa rrugica që pretendohet që janë familje të majta, ndërkohë që janë lënë pa shtruar rrugicat që jetojnë familjet e djatha. Unë mendoj që nuk duhet mbjell kjo përçarje dhe duhen shtruar edhe rrugët e familjeve të majta, edhe rrugët e familjeve të djatha. Nuk ka se si brenda një fshati siç është Larushku të jetohet me tu standard. Banorët e kanë shumë të vështirë për të ecur këtu çdo ditë, imagjinoni, për dalë rrugën kryesore, sepse makinat e tyre dalin jashtë përdorimit pa diskutim. Pra, thirrja është që të shtrohen të gjitha rrugët dhe ky është dhe premtimi jon në rast se ne do të vijmë në qeverisje që rrugët duhen shtrohen pa dallime të kuq apo blu, pa dallime partijake dhe jo ca të nënës e ca të njerëzës. Gjithë qytetarët janë barabartë, si na japin votën, si nuk na japin votën.